kjo të ngren aty ku se mendon. Mos lëndo as i zemër, le ta lëndoj zemrën tënde. Pasha Zotin, kur arrin një nivel caktuar që ti e ke këtë moral, nëse arrit të t'i lëndosh dikujt zemrën, automatikisht të lëndohet zemra jote më shumë, se ti nuk je mësuar të lëndosh as i zemër. Ti nuk je mësuar të flasësh vrazhd, ti nuk je mësuar të mërzisësh askënd. Për Zotin, ky është morali profetik. Ka thonë njerëzit më afër meje do ulen me mua me mezhlis, janë ato që janë më të moralshëm. Ajo që neve na shkatron sot është i gjon ndodh, e bëjmë 100 paragjykime. Nuk është kështu. Gjërat sqarohen. Pastaj ngren 100 paragjykime, filani ma ka bëu për këtë sepse ja pashu atë ditë kur shikoi ai sepse i pashi ditën kafe këtu në telefon, po mesazhet kot siç qoftë ai 100 paragjykime që në fakt mund zgjidhen me një telefonat ose me një takim, sqarohesh edhe ikën i qet. Mos e lën portën e paragjykimit të shkatrojë, sqaroj gjërat. Kur i ke sqaruar dhe i ke vërtetuar, ke drejt ta gjykosh.